shtëpinja si një ish nxënës i profesorit Ismet, që na ka motivu të gjithë dhe edhe i kujtoj ato lëvizjet në korridor kur ka fol për një nxënës me fjalë të mira, domethënë edhe ato kanë qenë përvoja të mira për me pa që një arsimtar, një mësimdhënës po e lavdën një nxënës ato që duhet me lavdu, ja kujtojmë gjitha përkushtimin që ka dhënë për qytetarët e muslimes. E di që është e vështirë sepse gjithë ne do të dëni me ditë kush është ajo dorë e cila e ka bënë një vepër që për qytetarët e Tinës nuk do të harrohet kurrë, i përjetshëm kujtimi familjar. Faleminderit. Në emrin tim dhe familjes u falenderoj ju dhe stafin edhe gjithë miqt që gjatë tonë këtyre viteve për kujdesin edhe ndjesinë që keni pasur për neve dhe për familjen. Prezenca juve sot përveç se është ndërrim ndaj figurës të babës, është edhe një lloj rikujtimi për shtetin, për drejtsinë që të mos harrojmë. Domethënë obligim i shtetit që të mos harrojmë, të mos ndalim për të qumë për para edhe amanetin e tij, por për të shmuar se Kosova është shtet serioz edhe do të normal me ndriçu krimet që kanë ndodhur. Kjo ka ndodhur në kohën kur Kosova ishte e lirë, kohën kur Kosovës po i vishën themelet e demokracisë, edhe dikush u kujdes që në mëso pritën me vronë jashtë që kishin kredibilitet edhe besim në popull, edhe më janë dalë vogën për me po punë të mira për këtë vend. Edhe herë juve faleminderit gjithëve, ju kthejmë më mirë. Lavdi.